Mes zhurmës dhe pluhurit të mbetjeve, gjetëm këtë 35 vjeçare. Quhet Sonila Shukri dhe thot se çdo ditë e saj ka vetëm një qëllim, të mbijetojë. E vetme, ajo mbledh kanaçe dhe bidona plastik për të fituar pak lek për bukën e gojës dhe ilaçet e babait të sëmur. Me kanaçe, me bidona, ku bëj 5.000, ku bëj 3.000, ku fare, kush dikush më fal në 2.000 lek, kush dikush më fal 1.000 lek, edhe ato i mbledh, plus edhe për babain, plus edhe për vete. Më vjen edhe ora për shumë me hangër dhe bukë nuk kam takat më. Veç a haj në i gjo rrugës, kështu biles më falën një direkt, shipe e rujta. Se s'kam. Thot se nuk merr asnjë ndihmë. Jo, fare. Kam pas marrë dikur, po qa do bosha me 15.000 lek? Në shtëpi e preti ati, i cili ka pësuar hemoragji cerebrale, ndërsa ajo e vetme përpiqet të kujdeset me sa mundet. Edhe babajn e kam të smur, nuk kam që ta ndihmoj, edhe ajo është pa pension, pa një ndihmë ekonomike. Si a dal do të prapë, se me 5.000 lek qa do bëjmë? 5.000 lek në ditë. Kërkon një mbështetje për të atin e sëmur dhe një mundësi për të jetuar me dinjitet. Kam nevojë shumë për ndihmë, jo për mua, se unë e bëj një diçka në mos, një punë me hekra, me bidona, po përse veçën për babajt, se kam 2 herë të operuar, kam edhe me trampos. Pa nevojë shteti me ndihmu, me mlidh një tip asistence, që të ushqem edhe unë edhe babajn. Cila gjendje